zonja deputete nderuar thot kemi pas komunikim, mendimet kanë qenë të ndryshme, edhe duhet me pas mendimet ndryshme me partnerin strategjik dhe unë pajtohem në këtë pikë. Deri në momentin kur kanë filluar me u marrë veprime, sepse edhe amerikanët e kuptojnë komunikimin. Dhe pikrisht këtë po e kërkojmë ne. Hajde të ketë komunikim zyrtar, komunikim të mirë në mes partnerëve. E jo komunikimi i cili qënë në terme e përqeshje, e pastaj edhe deri në mbylljet e dyrëve. Sa po pate marrëveshjet në shkrume? Në mbylljet e dyrëve. Për arsye se komunikimi s'ka qenë korrekt. Alban, sa po pate marrëveshjet në shkrume që është ekskluzive vetëm për 33 vende? Shumë mirë, i gëzohemi çdo marrëveshje të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në anën tjetër shqetësohemi me anën tjetër. Shqetësohemi sa herë që ka elemente të prishjes së marrëdhënieve dhe unë muj me thonë një gjë këtu edhe le të është highlighted. Kur Kosova nuk ka pas marrëdhënie ma të brishta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës se sa në vitet e fundit. Kur prej që i kemi themelu marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur marrëdhënie ma të këqija, kur ma të brishte s'ka pas, absolutisht. Që ku çon agjenda politike. Gjithë do ta keni nga një pyetje të fundit po. Të gjitha argumentet i thashë këtu absolutisht nuk qëndrojnë këtu, absolutisht shumë stabile. S'ka një muaj ditë që ministri i mbrojtjes pati marrëveshje, kishëm eksponent amerikan që vinë dhe dojnë marrëveshje strategjike buan kur dy shtete kanë interesa strategjike në raport me njëra tjetrën. Kosova përveç është investim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është edhe çështje e sigurisë, për atë arsye krejt çështja e armatimit, çështja e aspekteve tjera në fuqizimin ton ushtarak është bërë pikërisht përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe sukseset që kemi pasur në veri që thashë dhe në fund janë përshëndetur pikërisht nga ky shtet. Okej, ndërhyrjet pyetjet e fundit e nisim me Gaçin, shkojmë me Kosovën dhe pastaj me Matoshit. Në raportin politika kosovare edhe Amerika. Pa konstatime direkt pyetjen të kush? Zonja Statovci, dy pyetje. Zonja Statovci, me bo pajiri ky emisari që përmeni Gjino Mulliqi, mu boj gjallë edhe me ardhë, e me pas emnin të azojmë Richard Greno, edhe me ardhë mas nesër në Kosovë. Cili kish me qenë refleksioni edhe cili kish me qenë pozicioni zyrtar politik, si pas mendimit ju natyrisht, në relacion me këta. E para, e dyta, a i sheni zogaj se fole deri tash marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm zhvillimore, ekonomike, transakcionale, apo i sheni edhe të aspektit sigurisë edhe pajtueshmëri strategjike? Jeta, pastaj Alban. Hipotetike. Gjithë respektin ishte më shumë hipotetike, ndaj nuk po di se si me konkretizu mirë po të gjithë eksponentët, përfaqësues të administratës, Trump mirë po edhe nga pjesëtar tjerë nga Kongresi ose Senati, padyshim që gjithmonë janë të mirë. Edhe Grenelli po çese është. E Grenelli nuk është eksponent zyrtar, aktualisht i cili ndërlidhet me çështjen e Kosovës. Po nuk ndërlidhet as pak me çështjen e Kosovës. Kështu që është tërësisht irelevant aktualisht mbi zhvillimet dhe prekupimet që kanë të bëjë Kosova dhe relacioni. Mund t'ja jep. Mirë po, aktualisht nuk ka emrim zyrtar të cilën e ndërlidh me çështjet e Kosovës. Okej. Kështu që kështu kisha me u përgjigj. Ne marrëdhënien me SBA-t e shohim fillimisht si strategjike politike e pastaj ekonomike. Marrëdhënien me SBA-t ne kemi marrëdhënie të themelimit të shtetit ton edhe të zhvillimit. Pra ne zhvillimin përpara të Kosovës e shohim me SBA-t dhe normalisht me shtetet e fuqishme evropiane. Këta janë dy partnerët ton kryesor me cilët ne kemi me ecë përpara. Dhe për më tepër, unë personalisht e shtoj gjithmonë, na duhet me qenë krenar, me umbur edhe me rujt marrëdhënien me Amerikën, që nën kupton, me insistu me komuniku me ta, me insistu me pas ma afër, e mu ullë në tavolinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo është nder. Dhe normalisht gjithmonë syt ka Amerika, Perëndimi edhe shtetet e fuqishme evropiane. Pra këtu gjithmonë duhet me pas parasysh Anglinë, Gjermaninë, shtetet e fuqishme evropiane. Kjo është
Kjo është vizioni jonë si e shohim Kosovën në të ardhmen. Dhe këto shtetit kanë me na ndihmu me u antarësu në NATO, e besa ma vonë ose paralelisht edhe në Bashkimin Evropian, dhe kjo është e ardhmja e Kosovës. Kosovë, një pyetje, jo dy pyetje se s'kemi kohë. Okej, kisha dash me ditë ndoshta prej të dyve me që u hapsi. Jo, e kam fjalën mujnë shumë shkurt sepse pyetja është po thëmë ngushtë kështu dhe besoj që mujnë shumë lehtë me kry shpejt. E përmeni edhe zoti Mulliqi çështjen e përzimjes dhe mos përzimjes së shebave. Sipas juve, duke pas parasysh situatën që jemi sot, mungesë kuvendi, institucione, 40 seanca, tentim seanca, po them, a do duhej realisht shebaja që ta fuste dorën pak aty për ju ndres juve, po them, sepse ne jemi mësuar me pa pak a shumë këto shpeshherë. Okej. Unë mas pari këto nuk e quaj kur përzimje, edhe ata që e quajnë përzimje janë keqdashës të marrëdhënies edhe të relacionit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është ajo përzimje, është këshillim, na i kemi partner. Partnerit këshillon, na herë dhe të mëson, sepse kemi nevojë edhe me na mësu. Edhe ne pranojmë këtë nevojë edhe këtë, si me thonë, kërkesë me na mësu në herë. Andaj, kjo nuk është përzimje, është këshillim shumë i mirë nga një partner joti strategjik qysh me dalë për një situatë të caktume në cilën ti s'din qysh musim. Zoga po thotë që e mirëpret. Po qysh jo, bile po kërkojmë. Bile edhe po kërkojmë, jo e mirëpresim. Po kërkojmë. Okej. Kërkojmë. Kam përgjigj? A ju kam përgjigj? Jo, se di, unë s'kam informatë. Do të mund t'i pyesin edhe sot. Po, jeta. Zoga e tha që kërkojnë edhe që kanë nevojë me mësu. Mirë po ne të drejtën në hapat të cilët i kemi marrë kanë qenë pikrisht proaktiv në dy rrafshet edhe procedurale edhe politike. Ne kemi bërë këta hapa. Nuk di se çka mund bëhet matutje, përveç se të ofrosh që të ulen aktorët politik, edhe ta gjejmë një zgjidhje procedurale, nëse s'ka gatishmëri politike. S'ka procedurë, të duhet shumicë politike, zonja deputete, duhet shumicë me kriju. Ose që krijohet shumica politike i krijon institucionet, jo procedurat. Të lutem, se është edhe procedurë. Është procedurë çështja e votimit, sepse kryesin... Kur e keni pas shumicën me 50%, a kena diskutuar për procedura? E bëjnë të gjithë mirë, po pavarësisht pse kemi pas na shumicën e 50%, prap nuk kemi ndërhy në emrat që i ka propozuar LDK-ja dhe PDK-ja. Nuk i kemi ndërhy. Po i takoj partive politike, po kjo s'është. As PDK-s në përzgjedhjet e tyre punën kryetare. Kjo është amerikane. Ju absolutisht s'është tema ajo. S'është tema në kryetarët e ne kuvendit. pikërisht mbi parimet amerikane po mundohemi, si më thon, sa më demokratike dhe transparente të qasemi situatës. Po ne s'po jemi zot për ta përgjigjen si politik. E opozitës që të reflektojë dhe tash pak më racionalisht situatën. Jeni të paaft me kriju shumicë politike, i keni rënu krejt urat e bashkëpunimit. Nuk mund ta përdorësh këtë temë ndaj partisë e cila është 100% më e madhe se ju. Me thonë, ka që është besimi qytetar ndaj juve. Po thu që je më e madhja, bëne shumicën. Po nuk ka dy shumica, sepse kuvendi është i përbashkët Alban. Atë bëjmë së bashku e qeverin, po duhet 61 vota për me votu një kryetar kuvendit. Halili, pyetje direkte. Jo, s'kam pyetje direkte. Do bënon ta bëj pyetje me që të ske. Problemi, po nëse ki pyetjen ma mirë se unë e bane lirisht, po. Ato jam shumë i sigurt që i bëj ma Problemi është që unë s'mora asnjë përgjigje për me bë pyetje. Po, Halil. M'fal. Po që se do i merrem ne përgjigje. Unë e bona pyetje një 3 herë. A është çështja e veriut Kosovës çështje politike apo ushtarake, nuk mora përgjigje. Po thash problemi i sundimit ligjit. Jo, nuk tha. Nuk tha çashtu. Përmendas disa herë, pse po Shefi i KFOR-it hiç më larg se dje Balduani ka thonë që ne veriu është çështje politike. Jeta statusi si po nuk është. Hajde shkojmë. Po mirë, po thotë se sundimit ligjit dha përgjigjen. Okej. Okej, në rregull. Unë e di që jeta nuk e unë kufit e Kosovës. Po e unë Balduani me trupat e natë. E vërtetë është edhe kjo. E vërtetë është edhe kjo. Nëse është nevoja dhe jeta, po thotë do dilte. Nëse është nevoja dhe jeta, do i mbronte kufit. Ari, okej. Po më deklaratë simpatike. Halil mos u nervozoti se kjo është mirë që e po jep këtë deklaratë. Po. Simpatike deklaratë. Jo, rregull, absolutisht. Vullnetit për me luftu për ablejën e vetë nuk jam a është problem politik, a ushtarak veriu? Veriu është problem politik, zoti Matoshi. Qika është, falemderit. Edhe pa marrëveshje politike veriu nuk zgjidhet. Na muj me bo drama, muj me bo skena, muj me bo gjithçka, po pa marrëveshje politike finale në mes Kosovës dhe partnerëve të vet strategjik.
Qe mes kujt? Okej, pyetja Mes Kosovës dhe partnerëve të vetë strategjik. Pyetja e Partnerët e fundit. vetë Sepse na kemi njerë mas pari njoftë në qita kufi. Ani, në regull është, në regull është. Është njoftë realiteti i Me Kosovës. partnerë tonë strategjik kemi me Është umorve. njoftë realiteti i Kosovës. Okej, Halil, kjo nuk ishte pyetje juaj, pyetjes ty përgjigj, po pastaj vazhdo me Jo, nuk ju pyet. me qëndrime politike. Jo, nuk Ato ju janë pyet. qëndrime politike. Po, Okej, Ju drejt. përgjigj me gjuhën e Xhelal Srefjes, jo me një deputete që jetë astatur. Po tani kjo është emërtim që po ja japim kësaj. Pedigre. Po. Pyetja e fundit është nëse unë mund të ndërhyje, unë erdha këtu ndërmjet juve, se kam nevojë kam idenë që nevojitet për një lloj ndërmjetësi. Shembull zgjidhja mund të jetë eventuale, hipotetike po e marrim. Tani ju kam juve që të dyve në tavolinë, jeni dy pozicione të ndryshme politike. Albani insiston thotë s'ka pozitë opozit. Po dihet që janë LDK dhe edhe lëvizjeve të vendosjes. Jeni të gatshëm ju të Jo, në fakt as bashkëqeverisni. lëvizjave të vendosjes është këtu përballë, është guxo. Po guxosh në kuadër të lëvizjeve. Jo, Ka garuar koalicion, koalicioni, si po se tani kupton. e kanë subjektivitetin as e kanë. Se këta po thonë kur po thonë që e kanë, ju po thoni se Jemi kanë. guxon kuadër të Po, grupit okej. politik vetëvendosje aktualisht. Do të guxo, guximtarët. Po, partia E guxo. qartë, e qartë, e qartë. A jeni të gatshëm ju të bashkëqeverisni të bëni një marrëveshje, ta konstituoni edhe kuvendin dhe qeverinë së bashku, zonja jeta. Kushtrim ne kemi qenë qartë dhe transparent në këtë proces. Ne kemi thënë që edhe çështjet elektorale edhe potencialisht parafrimet tona programore janë në dallim me gjitha subjektet, po mund të jenë më të parafërta me LDK-n se sa me të tjerat. Situata politike në vend na imponon që duhet kemi një partneritet. Do të thotë edhe ju guzimtarët s'keni problem me Mirë, LDK, po, jeni e preferoni edhe ju ne e LDK. kemi besu që më stabile për Kosovën dhe për institucionet e saj, për gjitha proceset politike që e presin, edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit, do të ishte e mjaftueshme dhe e qëndrueshme një qeveri ose një koalicion i përbashkët LVV-LDK. Pra, edhe në çështjen e kuvendit, edhe në çështjen e qeverisë, edhe në çështjen e procesit të radhës që do të nënkuptonte stabilitet politik dhe institucional 4 vjeçar. Asnjëri nuk kemi të mjaftueshëm aktualisht për ta bërë vetë. Po. Kështu që qytetari ka thënë